Për vite me radhë, fëmijët e Pudis mësonin në shkolla të amortizuara, me kushte jo të denja për ta. Sot gjendja ka ndryshuar rrëndësisht. Falë investimeve të komunës, me Fondin e Kosovës për Shërbëtimin të Energjisë, kemi investuar në 8 objekte shkollare. Janë ndërruar dyrë dritare, janë vendosur kaldare moderne, është përmirësuar ngroja dhe izolimi, duke krijuar kushte krejtësisht të reja për mësim. Totali këtyre investimeve arrin në rreth 1.5 milion euro. Këto nuk janë vetëm shifra, janë kushte të denjitshme për fëmijët tanë. Janë klasa të transformuara, ku ata mësojnë dhe zhvillohen ashtu siç duhet. Janë shkolla moderne, të cilat I japin poduives pamjen që meriton. Sot, pas shumë vite shpritje, mund të themi me krenari, shkollat tona janë transformuar. Erdhja e fëmijëve tanë është më e sigurt.